Ebu Hurejre radiallahu anhu, babai i koteles së vogël. Ebu Hurejre radiallahu anhu është një nga shokët e nderuar të profetit Muhammed a.s. Emri i tij vërtet është Abdurrahman ibn Sakr Deusi, kurse emri para islamit ishte Abdu Shems, robi i diellit. Pasi pranoi islamin, ishte profeti a.s. ai që ja vendosi emrin Abdurrahman, robi mëshiruesit. Nëna e tij është sahabie dhe quhej Umejme bintu Safi ibn Harith. Nofkën e Ebu Hurejre, babai i koteles së vogël, ai e mori për shkak se mbante dhe luante me një kotele. Kjo nofk u përhap aq shumë, saqë të gjithë njerëzit e harruan emrin e tij të vërtet. Ebu Hurejre e pranoi islamin nëpërmjet Tufejli ibn Amr Deusi radiallahu anhu. Ai qëndroi në tokën e Farefisit deri 6 vite pasi profeti a.s. dhe muslimanët ishin vendosur në Medinë. Ai bashkë me fisin Deus bajtën dhe takuan profetin a.s. dhe që atëherë Ebu Hurejre radiallahu anhu ju përkushtua shërbimit profetit a.s. dhe shoqërimit me të. Vendi ku banonte ishte xhamia, kurse mësuesi dhe edukuesi i tij ishte vetë profeti a.s. Për shkak se u përkushtua nxënjes së dijes, Ebu Hurejre radiallahu anhu vuajti nga kushtet e vështira të jetës. Ai tregon për veten dhe thotë: ndonjëherë më kaplonte një uri e papërballueshme, saqë u kërkoja shokëve të profetit a.s. të më tregojnë ndonjë ajet Kurani, ku Zoti urdhëron për bujari, edhe pse unë e dija, me qëllim që ta kuptonin se jam i uritur dhe të më marrin në shtëpi të më ushqejnë. Një ditë isha aq i uritur saqë lidha një gur në stomak. Pastaj ula buz rrugës. Aty kaloi Ebu Bekri radiallahu anhu, të cilit i kërkova të më tregojë një ajet mbi vlerat e bujarisë dhe ushqimit të fukarëve. Për Zotin unë i dija të gjitha ajetet, por doja të më ftoj në shtëpinë e tij, por ai nuk e kuptoi qëllimin tim. Mandej kaloi Omer ibn Hatabi radiallahu anhu, por edhe ai nuk e kuptoi hallin tim. Më pas kaloi dërguari Allahut a.s. i cili e kuptoi problemin tim dhe më tha: o Ebu Hurejre, unë ju përgjigja: le pepe që o i dërguari Allahut, dhe i shkova pas derisa hym në shtëpinë e tij. Ai pa një enë me qumësht dhe pyeti familjen: kush e ka sjell këtë? Ata u përgjigjen: e solli filani, biri filanit. Profeti a.s. u drejtua dhe më tha: shko tek fukarinjt, diku tek 100 veta që qëndrojnë përballë xhamisë dhe thua ju të vinë. Menjëherë mu varën beshët dhe me vete mendova: e çfarë do u bëj një enë me qumësht të gjithë fukarinjve të Sufes? Goja më shkon të lëngë për atë qumësht, tek i cili shija shpresën e vetë me përshuarin e urisë. Vajta tek banorët e Sufes dhe i ftova në shtëpinë e profetit a.s. Me të mbërritur, profeti a.s. u kërkoi të rreshtoheshin dhe pasi më dha enën me qumësht më tha: jepu të pinë o Ebu Hurejre. Fillova të jap çdo njërit prej tyre, të cilët pinin derisa ngopeshin. Pasi përfunduan të gjithë, ja dorëzova enën profetit a.s. i cili më pa në sy duke buzëqeshur dhe më tha: kemi mbetur vetëm unë e ti o Ebu Hurejre. Unë i thash: po, i dërguari Allahut. Ai më tha: pi o Ebu Hurejre. Unë piva dhe ja zgjata enën profetit a.s. por ai më tha sërish: pi o Ebu Hurejre. Vazhdova të pija derisa i thash: pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën, s'kam ku ta çoj më. Mandej profeti a.s. piu atë që kishte mbetur. Nga rrethët e sahabëve kemi shumë heronj luftrash, ftues, mësues dhe jurist, por shkrimtarët ishin të pakt. Pasi pranoi islamin, Ebu Hurejre radiallahu anhu nuk kishte as tokë për ta punuar dhe as biznes për t'u marrë me të. Talenti i tij vetëm ishte kujtesa dhe memoria e fortë. Me të dëgjuar diçka, ai mësonte menjëherë. Kështu, për të kompensuar të shkuarën, mori përsipër përgjegjësinë e memorizimit të trashëgimisë profetike me qëllim që t'u përcjell brezave të ardhshëm. Ebu Hurejre radiallahu anhu jetoi edhe 47 vite pas vdekjes së profetit a.s. Teksa ishte i sëmur gjatë agonisë së vdekjes, atë e viziton kalifi Mervan ibn Hakem, i cili thotë: Zoti të shëroft, kurse Ebu Hurejre radiallahu anhu ja ktheu: o Zot, unë e pëlqej takimin me ty, prandaj pëlqej edhe ti takimin me mua. Kur Mervani doli, pa arritur tregun, i erdhi lajmi se Ebu Hurejre radiallahu anhu kishte ndërruar jetë. Ai u varros në varrezën e Medinës, në Baki, dhe ishte 78 vjeç kur vdiq. Hadithet e tij kanë transmetuar mbi 800 burra nga shokët e profetit a.s. dhe brezi tabiinëve.